Faleminderit që po shoqëroni me emisionin e Jona Toko, është për rubrikën e përjavshme Ferma Jonë. Fejm Beqiri nga fshati Keqekolli i Prishtinës është fermer i përkushtuar, i cili menaxhon një fermë 38 krerë lop, duke luajtur kështu rol të rëndësishëm në prodhimin e qumshtit dhe përkujdesjen ndaj kafshëve. Në suksesin që gëzon sot, ai thekson ndihmën që pati nga Ministria e Bujqësisë, derisa shqetësimi kryesor i tij mbetet cilësia e mishit të lopëve. Lektori Beqiri madje kërkon nga institucionet përkatëse që të ketë më shumë inspektime dhe mbikëqyrje në treg për të garantuar standardet e larta të sigurisë ushqimore. Jemi këtu në fshatin Keqekoll të komunës së Prishtinës, pra të familja Beqiri. Jemi të Fejm Beqiri, i cili që nga viti 2017 ka filluar të merret me blegtori, cila ka qenë arsyeja pse ka filluar, tash do e kuptojmë përmes intervistës që kemi me realizuar së bashku. Por faleminderit së pari për kohën. Faleminderit edhe juve që keni ardhur më na vizitu. Faleminderit shumë. Këto me qenë në fshat është një kënaqësi shumë e madhe, për shkak që natyra është shumë e mirë, edhe në stinën e verës, po edhe të njëjtën kohë të dimrit. Dhe tregom çysh ke filluar, cila ka qenë arsyeja pse ti ke filluar më marrë me blegtori? Arsyeja ka qenë se kemi pas shef me provu. Në 2017 kam aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë. Jemi kanë përfitues i shtallës, edhe e kemi provu veç hajt. Të këshyrum njerë qa po bëhet, e kemi po që po ka punë, po ka sukses, e kemi rritë edhe numrin e lopëve. Me sa krerë lopë ke fillu spari? Me një lopë. Me një lopë? Kur kom apliku në 2017 në kom pas veç një lopë, një veç, e tani dashtë zote e fitun projektin, shtetjen pe i qeverisë edhe vetë kena kontribu një pjesë konsiderueshme edhe fitum tani. Kur e kemi fitu me viqa, se me lopë s'kishëm drejtë me apliku heq, po ndërku e këthym me lopë, se fitimi ma i mirë, qumshti po shitet. Mani ke lopë qumshtore? Po, që për qumsht ka treg, ka shumë lehtësime edhe shteti e subvencionon për viqa, për këtu pak mazar edhe mishit, tani për qëta, me qumsht. Po, tash sa krerë lopë i ke? Qash për momentin i kemi 20, dikon me viqa me krejt 36 ashtot, ose s'po mëj me ditë sakse për ditë po shtu enda, e qashtë. Tregam, kur e ke tregu nështa familjarve se po fillu me blegtori, nështa ka qenë edhe aja arsyeja që e ke pas një lopë edhe një veç edhe ke pas nështa edhe fitime pak prej tyre, edhe nështa dashnia e madhe që është për blegtori. Me tregu drejt jona, une në Prishtinë më le dhe më rrit, kom punu një profesion autolimari edhe janë nisi dikur më mba dëmë, shëndet. Kishëm katu, kishëm venin, tash hajtë të provej një herë me bujqësi për shkak edhe të shëndetit. Mos po më bërë shëndet edhe mirë kem kalu. Për që ata edhe jem marrë dhe kem marru dhe shpinë edhe firmën, dhe i qëtu kem kalu shumë mirë. Në vitin 2017 ti e vendos këtu në fshat? Jo, njëherë kom apliku në ministri, thash nëse fitoj Grandin, po punojmë seriozisht, nëse se fitojmë se pak zërë është vetë, për shembull me dalë pej një profesioni kej tjetër, me dalë në bujqësi është ka gjazar, po zote ka shkru që me fitu. Cilat nështa kanë qenë ato vështërsitë e para që i ke pas në fillime e kur je ardhur, nështa dhe je shpërngull këtu në fshat me jetu? Qashtë është prej zerës, as kem pas mjetë, as një traktor shumë të më që me që ata ojnë ardhë, po vullneti e mon njerën, vullneti ishtë në krejtë sanët edhe jarrinë. Që tash kem bo dikon... Peshohem një numër shumë të madhë të makinerive tash. Për që të kohë kem dikon për 1.400.000 euro kapital, lëp, pajisje. Gjitha. Po, me mbështetjen e ministrisë, po edhe me merit se
E punane? Po, punojmë, rrim dengjës natës, kur është koha e ushqimit, kur është koha e të mirë, nuk i lëm keq, lop t'i këshyrëm. Po, tash na kena veç me shku dhe me i pa dhe lop branda, po tregam qysh njës dita, do më thanë kur fillan kështu me punu, se e di që të ferma e lopëve Të na zakonisht 12 muaj punojmë. 6 mëngjesit. Qumi edhe vim shtallë me prind, me punëtorin e kemi edhe një studentet qash. Fundin, po vajz, na i ka bo obligim ministria, po edhe punon i mon. Po punon ka pak edhe vetë, po bën praktikë edhe neve punon i mon. Po, do më thanë fillani me ushqimin s'pari, e tregove që i ke punon edhe tokën, apo? Po, punojmë tokën Sa hektar tokë punon? Po dikon mrena vitit për 1050 hektar tokë i punojmë. Me livadhe, shtu barit e telin, grunë misër, qëtë. Besoj që kjo është një e mirë që nështë të ushqime nuk bleni, i keni krejt prej tokës juj, edhe është gjithë shka bio. Për që ta edhe kemi fitim, se ushqimi është shtrejt. Nëse si punon orët, nëse si punon tokën me bo vetë ushqimin bazë, nuk mund është me fitu në bëjsi kur që. Nuk mund është se janë shpenzimet mëdhaja, po nëse punon një marak leje, që shme thonë, ja rrinë të vetë. Mendon që me këto standardet e reja nështë ka ndryshu edhe rritja e çmimeve të ushqimi, i kafshëve, apo edhe gjithë shka kështu në gjithë aspekt që ka të bëjmë me bujësi? Kur ke pandemija, kem pos vështësi të nafta se u konë këgja shtrejt, po tani janë njëse edhe Europak edhe shteti po na subvencionon ma shumë edhe për grumë, edhe për të mjellën e tani. Po, çka mendon nështë për këtë pjesë që shteti është tu dhuru një përkraje të madhe për fermartë? Po mirë, është e mirësaunë, gjithë përkraje e shtetit është e mirësaunë. Një kërkes e kemë, po. Prej Ministrisë Bujqësisë, nështë ta i shkonë mirë pak me pas një kontrol, se është koha që mi prej postarmat. Për mesh është koha që njës marakli prejnë, me këshyrë pak edhe Ministria mi kontrolu kash që prejhen, se pjuqesin që ka mas me hongër. Pjuqesin shiqerë, po a i mesh tani është pa i njërë, po edhe ma keq që ka është kumni se nuk i kum po vetë, po kumni që edhe blehki me këpjuqesin. Bikave, lëbëve që i jam për me i prej, ajo është mish i kontaminum, ajo është mish kancerogen. E Ministria pak me pos kujdes me i përcjell për mes analizav, se na jem prodhus qumë, shtetu në shes qumë, po në baza mëjore kem kontrol. Edhe është shumë e mirë, ajo se është ushqim, njerëz të hajnë, po edhe mishi është mirë me pas një kontrol, se po jo qesin njerëz qamës, sidomos do tregtarin të pandërgjetshëm. Na i shohëm, jo qesin pleh kimik, ajo është sulfur. Ajo është kancerogen, smundje të rrezikshme. Po ata për interesat vetën nuk ju interesën çka bëhet. Po Ministria me pas pak kujdes, me pas një kontroll, për shembull në baza mujore, me shku në për ferma, më marr analizat bikav sidomos, po edhe kafshëve tjera më marr analizat e gjakut, se ato e din sakt çka ka hongër ai bek, edhe mi dënu, mos me i lanë, se është shumë rrezik, shumë është diçka rrezikshme. Ka ndodhur nështë që nga viti 2017 me intervenu nështë edhe te pjesa e veterinarëve, çka mendon për këtë pjesë? Me veterinar mirë. Apo kujdesesh vetëm te i ke mësuar gjitha, besoj... Po, shumicën e senëve i dim, se unë ju më konë edhe një kohë në fakultet bujqësisë, nuk ju marrë bashkë ashtu pa profesion. Ju më konë dega lavërtari, do sene i dim, po edhe kur të ka nevojë diçka për mjek. I kemë të në ofër. Ke pas ndonjë humbje nështë gjatë viteve? Vitin e parë, do viqa na kanë cofë. Për shkak të mosnjohurive që... Jo, po edhe për shkak të mosnjohurive, po edhe na qëllun të smutë. O do fke si shpejt e shpejt, mi morë viqat, letrat, jo leja në komunë, jo mu bënën shumë edhe, s'moj shumë edhe fort me zgjellë, se s'ke shumë afat, na qëllun do viqat të smutë, qatë herë, mo jo. Ma s'ka ndonjë. Ja, tani u stabilizum edhe sen. Okej, atë shkojmë pak mbranda të shohim edhe fermën, edhe të flasim për racën e tyre dhe gjithçka tjetër.
Atëherë pra këtu jemi të firma brenda edhe peshojmë që ka një kapacitet shumë të madh nështë edhe për me rrit numrin të ardhmen, e ke mendu ndonjëherë? Po kemi mendu, po nuk ishëm edhe fort pajisje për me punu orat, si vjetë masi që i kem fitu që të pajisje tash punën e parë që kemi bo me rrit numrin e lopëve edhe të viqave. Po çfarë race janë lopt? Lopë cimentalin, shumica. Janë përshtatshme për qomsht apo edhe për po, një pjesë, një 12 copa i ke marrë prej që si ratë qeke që janë mund biljard, një pjesë që i kemi rrit vetë, mirë që të. Mirë. Peshojmë edhe prindin që është të punu atje, dhe më thane keni përkraje shumë të madhe nga babaji, edhe besoj që gjithë familja. Kjo është përgjes për këtë mrena këtë që ka ndodhë, unë jam për ora jashtë, për me pru dhe këtë. Mësë me konë kësë, s'kësha mujtë me i bosh të. Se pe i fillimit, nuk mund është me morë punëtur edhe krejtsenet. E tash nëse fitujmë në farmë shtetje, diçka për lëpë, me në edhe me morë edhe punëtur. Po, qëka me ndonë në shtatë të kje fuqia punëtore që nuk është që e dojnë shumë blektorin, kanë kërkesat të ndryshme, qëka me ndonë? Nuk është që nuk e dojnë, po dojnë me i pagu mirë, se janë rritë standardet e jetës, gjithë sen është shtrejt, edhe nëse te arrinë me pagu dikon 500-600 euro, ka punëtur. Ka punëtur? A me ndonë që nështë është të shumë fermarune që i kam vizitu, nuk ka qenë shkas paga që e kanë marë, po nështë edhe arsyeja që nuk dojnë me hinë firmë me njës ditën kështë me kafsh. Për që unë ju më rritë Prishtinë. Po, e tregove. Edhe nuk e marrë ato, ju më ardhë, nuk kam diçka me në malësi për këtë punë. Çdo i ri që është të provon se ka fitim. Sa mendon që vlerësohet në shtab blektoria në vendin tonë? Nuk e di, njerëz kanë komplekse, unë për vetë s'kam. Njerëz kanë komplekse, mos të më shlet dikush të, mos të më shlet dikush të, se e së më jep nuse. Po ti nëse punon ki torna, të na jarrin edhe mu martu është problem pak, se një men nuk familjarët prind nuk i dhajnë, edhe tash për që ata për që ata ngurojnë, nuk kam faj edhe ta tri që largohë. Ata që e kuptojnë, kjo është një biznes familjar që ka të ardhmëra prej saj, e sidomos për me urit edhe ekonomia e vendit me prodhime tona vendore. Dhe më thajnë tevi që tregove. Shteti pjoni më fermerve shumë, ma miru kam për një tri që i ka pak do tëk, do një uri, me punu që të punë, ose edhe një biznes tjetër, sa me këshu veç me dalë jashtë. Mund do këtë dyqysh në përëndim ku mujtë në ashtë edhe me dalë mëti, po si këndër vullnetit zotit. A me dënë që kishe fitu ma shumë se ishe konë jashtë Kosovës? Po së është bre, qërën, nuk është që qka veç të parja. Dashnija ndaj prindve është edhe ndaj familjes është mbi gjitha. Ka mujtë zotit më na falë Gjerman. Na ka falë Shqiptar. Kështu që do të me qëndru të rujmë që të vend tonë, të investojmë, do shumë me najtë mija jonë që të. Na nëse sërim, shkojmë jashtë, nuk e kryojmë një tarme për të mi, as ata sërim. Tregom tash për pjesën e qumshtet, do më thënë që shkeni arrit me i bind njerës për me i blejt qumshtet e juj, nështë për pos kualitetit që është i mirë, po të njëjtë në kohë dhe mishet, vinë njerës e shikojnë këto tamën... Për punë qumshtet është një diçka shumë e mirë që na i merë kompania. Na sot kemë qumsht, e shesëm me kontratë dhe kur nuk menojmë ku me shit, ku me shit. Po nështë ta në fillimet e juja... Po puna e mishit... Ka pas nështë do një fshatar që ka ardhë ka blejt qëmsht këto? Kemë edhe asi kërkesa, po na kemë kontrata me bilmet. Nuk mujmë ashtu edhe vetën, nuk kam vak me shkuën e tash për shpi njësë dikoj do qumsht. E kuptoj atë pjesë, po të e keme kontratë. Të mishi është pak një problem, se shteti nuk është që ka bona i farë politiket meq me diçka për bika, për majmëri, ose me këshyrë pak për shamull vjetë, ose se dia vjeta par vjetë, u ka një investitor tërk për me ndërtu një fabrikë mishit, i kanë kriju vështërsi në komunë të Bilishit, i kanë kriju vështërsi, nuk e kanë plëcua të që ju kanë dasht, ka shku në Serbi, në Novi Sad dhe kanë ndërtu fabrikën më të madhe për punimit mishit. Edhe tash ata fermerët e qaj janë atë... Po, me konë për shambull qaj, me konë si fabrike mishit,
puna e shitjes të viçave i shkon shumë e lehtë edhe sikur që shty sot kish prodhim ti merr. Po tash këto mishturët e vogla nuk i morën. E tyre në shtatë viçave apo tash këtë sezonat e fund vitit që nështë i blejnë për me... Deri si vjetë vetë shumë që t'kena shit, nuk kena rrit viqa. Si vjetë, i kemi nollë që këto janë kejtë femna, nuk i shesëm. Për mi bolë. Pej si vjetit e kemi dërmende edhe me viqa, se po ka qumë shtë ma shumë, edhe jenë rrit pak standardet. Kem fillu tash... Sa mundet më shumë është shpimet e viqa, vlobëve? Po më varet kejtë qyshe rrit, që kajtë qetë, sa është, sa ka mesh, për shambull, qaj nëse do me shit për mesh, ose më shtjera që faralca. Që që me fitime je i knaqën në fund? Po. Kër të logarit kështu? Jem knaqën mësë me pas fitim. Normal, të nërën. Po me pas pak edhe shteti kujdes, kër të vinë që shtë një investitor të ujë, mësë me largu, mësë me qitë kushte të rana, se që shkojnë që tërkojnë tani, na s'muj me i shit, nuk mujmë sa dojtë, se mu shitën, po. Qka pashone, dërisa ardhëm këto është nështë edhe rruga e pashtruar. Mendon që duhet me intervenu komuna? Po qërë dhej si vjetë kem posë shumë vështërsi e për edhe. Po. Si vjetë ka fillu pak komuna që të një ditë po vinë, një javë nuk po vinë. Ka pru që të do bagera, veç që e kanë halakot, lëq, që ta është bura. Po, është problem nështë... është shumë problem i madhe rruga. Po. Shumë problem, se na një ditë po një ditë jo, që shkojmë atje në pikë grumbulluse që im shumështin, që sajde dhe të mirak, shumë problem. E vërtet, kështu që besoj që këto e ndëgjojnë edhe nështë vinë edhe ju shohin edhe... Diçka kanë fillu me zënë, rrugën po me vënes, tash pak para dimnit erdhen veç e allakatën edhe net. Unë të falenderoj shumë që i ndave këto me ne, edhe falenderit edhe njërë për kohën, tash besoj që mujna pak me ju shqy këto, edhe të shohim pak procesin.